أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me këto mexhlise dhe këto shëtitje në këtë kopsht të burrave të mirë, të mbushur për plot me porosi dhe këshilla, të marrura nga fjalët e Allahut të Dhul Xhelal dhe porositë e dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Jemi në mësimet dhe porosi që marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Nevejut rahimahullahu taala, libër ky që në vetvete përmban ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën të cilën e udhëton ai drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin që flet për vlerën që ka pushtetari i drejtë. Hadithi i tretë në këtë kapitull, apo hadithi 661 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Nevevi rahimahullahu taala thot: عن عوف ابن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم. Narafan Auf ibn Malik radiallahu anhu, i cili thot: kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: me të vërtet pushtetarët më të mirë tuajët janë ata të cilët ju i doni dhe ata ju duan juve. Ju luteni për ta dhe ata luten për ju. Kurse me të vërtet pushtetarët më të këqij tuajët janë ata që ju i urreni dhe ata ju urrejnë juve. Ju i mallkoni dhe ata ju mallkojnë juve. E thanë sahabët: ja Rasulullah, atë prishim beslidhjen që kemi me ta? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: jo, përderisa ata e falin namazin, jo, përderisa ata e shfaqin faljen e namazit. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Na jemi ndalë në disa stacione të mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe në mësimin e fundit folëm për rëndësinë që jep Kurani dhe Sunneti unitetit mes besimtarëve, bashkimit të forcave dhe renditjes së mosmarrveshjeve tona. Ishin disa ajete kuranore, porosi për të cilat kemi nevojë vazhdimisht në jetën tonë, ne si musliman, si pjesë e umetit islam, që çdo herë që kemi mendime të ndryshme për ndonjë çështje, të mundohemi që ato dallime në mendime të mos shndrohen në përçarje mes muslimanëve dhe në luftë vllavrase mes tyre, gjëra që fatkeqësisht ndodhin me shumicë në kohën e fundit brenda muslimanëve. Dhe vazhdojmë
me këtë porosi rëndësinë që ka uniteti mes muslimanëve, bashkërenditja e angazhimeve dhe aktiviteteve, duke i lexuar edhe disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihet e tyre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: la tabaghadu wa la tadabaru wa la tanafasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Mos u hidhroni mes vete, njëri me tjetrin. E para, e dyta, mos ja ktheni shpinën e të mani idhnim, e të mos folni mes vete njëri me tjetrin. Mos garoni në biznese njëri me tjetrin. E bëhuni vëllezër ju o besimtar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mëson besimtarët që momentet e ndryshme të jetës që shkaktojnë pakënaqësi njëri me tjetrin nuk duhet kalojnë në hidhrim. Edhe të majsh hidhrim me vllaun tan për gjëra banale. Sikur se ndodh fatkeqësisht tu bo mohabet, dikush e thot një fjalë nga e cila prekësh ti edhe ma një hidhrim. Po e pa çka më tha. Po e pa si më provokoj. Fakt është që shpesh herë ne nuk kujdesemi për këtë copë mishit të vogël që e kemi mes dy nofullave tona. Gjë për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Amsik alayka hadha", e ka kap gjuhën me dorën e tij dhe ka thonë: "Rrudhe gojën", ose kape gjuhën e mos fol çka të veren men me fol. Normalisht se shpesh herë na pa i mendu fjalë të mirë kur i themi, lëndojmë njerëz, ofendojmë njerëz, provokojmë njerëz. Andaj shqiptarët për gjuhën kanë thonë, është një copë mishi që kocka s'ka, ama kocka them. Është shumë e vogël, ama sherrin e ka shumë të madh. Gjithashtu edhe hajrin e ka të madh nëse përdoret mirë. E tani, ai gaboj me mua, sot unë i dhnova me te, mojta i dhnim. Nesër unë gabova me te me fjalët e mia, ai mojti i dhnim gjatë kohë me mua. Nëse çdo musliman hidhrohet me vllaun e vet për një fjalë me qëllim apo pa qëllim të gabuar që e thot, atë dy musliman bashkë në qesin. Dy musliman bashkë në qesin. Dhe andaj, kjo porosi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që me na e kujtu këtë fakt. Ndodh që prekemi, ndodh që hidhrohemi për momentin, ndihemi të ofenduar për momentin, mirë po besimtari fal, edhe e ka përcen këtë muhabet, edhe bën dua që se cilin Allahu ta udhëzoje, e të kujdeset edhe për mendimet e veta, edhe për fjalët e veta, edhe për veprimet e veta. Që të mos ofendon as kush, as kënd. E kur hidhrohen dy musliman, vjen pjesa e dytë, wala tadabaru. Tadabur është mja kthi shpinën. Do thot hidhrimi me zgjat e ti mo me prish vllaznillukun me te. Mos me i fol, mos me dhon selam, mos me pas gajle punët e tia. E kjo është gjithashtu e ndalume. Është pi gjunaheve dhe harameve që fatkeqësisht i bëjnë sot muslimant. I dhnohet një musliman me vllaun e tij për një gjysmë fjale, edhe man i nat, edhe nuk i fol, edhe nuk i jep selam, edhe nuk brengoset për te, ai thot vetes musliman. Kapuçin e man krye, tesbiti man dorë, në xhami që të qallëm tu hi të dal, a vllaut vet si fol. A vllaun e vet e nënshmon. A vllaun e vet e injoron. A për vllaun e vet nuk kujdeset.
E kjo, Islami jonë në këtë rast del falsifikat. Del për sa për sy e faqe. Nuk del se është mrejna zemrave tona. Është ngjyrë me cilën jemi ngjyros në mendimet tona, fjalët tona, emocionet tona, veprimet tona. O vëllazni, e kemi thonë edhe më herët në këto derse, këto mëngjiset sabahut, vëllazni, lloku është mas imanit për gjërave më të shtrenjta që Allahu i ka gëzu besimtarët musliman. Është dhurat, është dhunti e madhe Allahu Dhul Xhelal. Vëllazni, llok për Zotit. Andaj na vim xhami për ditë, falemi brenda ditës 5 herë në ditë, edhe me xhamat, që me kultivu vëllazni llokun ton, me pa njëri tjetrin vazhdimisht, më interesu për njëri tjetrin ku na mungon në xhami, me ushqy ndjenjat edhe emocionet e kujdesit, edhe me fitu pastaj dashninë e Zotit, mëshirën e tij, bekimet e tija, përkrahjen e tij, ndihmën e tij dhe suksesin për tij. Andaj Allahu Dhul çka i tha besimtarve? Wadhkuru, kujtone momentin, idh kuntum a'daan, kur ju ishit armish me zveti, fa allafa Allahu baina qulubikum, e Allahu i afroi zemrat e juve. Do të kujtone këtë moment. Kufri ka me zvete inat edhe zili. Edhe njerëzit në kufër ja kanë inatin njëri tjetrit, ja kanë zili njëri tjetrit, edhe mundojnë me i bo zullum njëri tjetrit. Edhe andaj mes tyre s'ka mundësi me pas dashni edhe vllazni. Ama besimtari i cili e beson Allahun dhe e din se këtë mirat e këdunjasi janë dorë në Rabbul Aleminit, kujdon Allahu me i dhon i jep, kujdon mos me i dhon nuk i jep. Edhe nëse i ka dhon Allahu dikujt, nuk ja ka zili. Edhe nëse si ka dhon Allahu atij, ai nuk tërbohet, nuk e ka panika, e inati e urrejtja, është i kënaqur me caktimin e Allahut. Ai thot besimtari, nëse Allahu atij i ka dhon pasuni, më ka dhon shtet. Nëse Allahu atij i ka dhon pushtet, më ka dhon evlat. Nëse atij Allahu i ka dhon fam, më ka dhon muhabet. Se cilit Allah i jep diçka që se ka tjetri. Ande kur muslimani i vërtet nuk e nin vete se ka pak. Sidomos ai që ka imanin, edhe ai që ka shnetin, punët e tjera më nuk i shikon shumë e shumë. Pse? Se kur e ta kish imanin, këtë botën më një me ta dhonë, e imanin me ta marë, kur gjoski. Kur gjoski. Edhe e dyta, këtë botën me ta dhonë, shnetin me ta marë, kur gjoski. Ama, unë e kur foli kështu, këtë në themi ashtu është, Hoxha Efendi. Po me fjalë e themi, por realiteti në prek, sa herë në kër e shojmë dikan me një kertë mirë, mashallah. Më njëherë të shkon menja, ka e boni ki. Pse ki me pas? Mëse me thonë, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu jashtoft, edhe inshallah ketëve në Allah është. Ka bëllë Allahu të gjelar. Si ja ka thonë, ati e këti, ka mundësi me të thonë edhe ty. Lipe për Rabbul Aleminit, edhe mos të prish zemrën heq, se dikujt ja ka thonë, inshallah edhe një qetër jep. Apo dikush ka bërë një shtëpi të bukur, mëse masha Allah te barek, alhamdulillah që pas ka gëzu Allahu me një shtëpi të mirë. Inshallah edhe neve na gëzon. Po u bon këtë botë, elhamdulillah, po s'u bo, ta shpresojmë të kemi në ahiret. A në ahiret është shumë ma let me bo një shtëpi të madhe, e të mirë, e një kerë të madhe të mirë, shumë ma let e ki me bo në ahiret se me bo në dunja. Po pse t'jep Allahu shtëpi të madhe në këtë botë, e kerë të mirë, kjo s'do me thonë që Allahu dënë. Që këtë punë, fatkesisht, shumë musliman së se kuptojnë. Pse t'jep Allahu pasuri, pse t'jep Allahu pushtet,
që t'jep Allahu famë, që t'jep Allahu të mira, kjo s'do me thonë që t'don. Pse? Se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu dunjon jep atij që e don edhe atij që s'e don. Këtë jep dunjon. Ama dinin jep vetëm atij që e don. Edhe na vën se me lakmu njëri tjetrin në punë të dunjos, ma shumë ti duhet me lakmu e njerëzit në punë të ahiretit. Sidomos na që i kena bo ka 50 vjet, e ka 60 vjet, e ka 70 vjet, hala kena hapësirë me lakmu për dunjo. Veç me një kam kena fillu me eska ka vdekja. As vjen mare, 60 vjet, 70 vjet i ke bo, hala lakmon dunjo, hala ki qef me i gzut mirët e kësaj bote, a veç mang afer vdekjes jese lindjes tone. Çka mendon? Ku e ki mendjen e shëndosh? Ku e ki mendjen imanore? Ku e ki vlerësimin fetar? E ku ti thush vetës fetar, këtë të komponente du të me konë pjesë e jetës tënde. A ti mi thonë vetës fetar, hala lakmon mas dynjas. Hala mundosh të shtesh mirët e kësaj bote, të e di se edhe pak, shumë pak të kamet në këtë dynja. Hala këshit bësh edhe një shpi, bësh edhe një tokë, bësh edhe një kërë, grumlosh pasuri, bësh qefe, saltanate, a veç ma shumë ma shumë ki jetu se sa kime jetu. Andaj, idhnimi shkakton mos foljen, largimin e besimtar për vëllahu ti, edhe zakonisht kjo ndodh për gjërat pa dobishme të saj bote, ose më dobi kalimtare. Andaj e treta tha wala tanafesu, dhe mos konkuroni, mos garoni në punë të dynjas, në tregti e në biznes njëri me tjetrin. Konkurencë që thuhet jo lojale, konkurencë me goditje me bryla ose nën pojas. Allahu dhullar ka boll 100 veta me punu njëtin punë, njëtin vend për se cilin ka. Sikur se dalim na në pazarin e gjelbër të në shkom mbi të pazar. 600 tezga që janë aty, shumica e tyre e shesin një mall. Një mall e shesin, për këtë ka punë. Se cili del sabah me një mall, del në akşam e shet shumicën e mallit. Dikush sot shet ma shumë se shoku i vet, dikush nesër shet ma shumë se ai shoku i tjetër. Risk ka për këtë. Kush e prish zemrën? Ai që kujton se risku është pi punës vet. Edhe pi malli që e ka. Ai që hala se ka kuptu se risku vjen pi Rabbul Aleminit. Edhe nuk e prish zemrën kur. As ditën që kushia shet ma shumë se ke, e as nuk zohet shumë ditën kur shet ma shumë se kushia i vetë. Pse, tregtari du të më interesu të gjona. E para, me anis punës herët, sa të është bereqeti. E dyta, me punu punën me halal, pa mashtrime, pa rejna. Këta dy gale du të mi pas. E tjetën njëlen Allahu dhu gjelar. Kush e nis punën herën sabah, Allahu jep bereqet. Kush e bën punën pa hile, pa mashtrime, Allahu jep bereqet. E ato që i mbledh, edhe nëse janë pak, janë ma dobishme se ato që i mbledh ai tjetri, pa i respektu këto rregulla edhe nëse janë shumë. Tati. Andaj s'ka nevojë me bë konkurrencë jo lojale, konkurrencë me të shtyme, konkurrencë me goditje në bryla. Mos lejo me të prish zemra se dikush e bën punën tonë njëjtë. Pse se ka nevojë. Përderisa një dyqan punon,
Do thot njerëzit kanë nevojë për atë dyqan. Mikëshirti sa e sa marketa i ka qyteti jonë. Mikëshiri sa e sa fura i ka qyteti jonë. Me shiku sa e sa kafe qëjtore i ka qyteti. Se cilë e ka riskun e vetë. Andaj s'ki nevojti mu mërzit. E asë mu bo sebeb, kjo garë që e bën njerëzit me zvete për dynja, me të prish me vllaun tanë. E me mendu keshti për vllaun tanë. Se nuk ja vlen. Andaj, mos u idhnoni, mos ja ktheni shpinin e tjetit, mos me fol gjatë ko, mos bëni konkurencë jo lojale një në tjetin, wa kunu ibadallah ikhwana, e ju robë të Allahut bëhoni vllazën. Vllazën për një mes, se këtë ne themi vllatë kam ti. Ama vllatë kam ti, veçti me më dhonë qaj muë, veçti me më shetit muë, veçti me më pas gajle muë. E kështu, vllaznillëku është kush ja ka gajle tjetërit ma shumë, është vlla ma i mirë. Ai që pret me dvozit, ai që pret me dhonë qaj, ai që të pret me të shetit, ai që të pret me të thirë, ai që pret është vlla ma i vogël në të vllaznillëk. Me hise ma të vogël në të vllaznillëk. Kush vrapon ma shumë, kush ja ka gajle tjetërit ma shumë, kush i jep ma shumë, kush e ndihmon ma shumë, kush brengozet ma shumë, ajo është vllavi ma i madh në të vllaznillëk. E këtë pyetje është mirë se cili m'ja prashu vetës. Ti në të vllaznillëkun tanë në të shokët e tu që i kije, a je vllavi ma i madh a ma i vogël? Unë jam ma i madhi se i kam 60 vetë. Jo, se më vetë për mosh. Sa jep ti në të vllaznillëk, edhe sa merë ti për ati vllaznillëkut. Kështu matë të vllaznillëku vllazni, se na këtë thina vllaznina, ama shumica për neve këshiri veç me marë për vllaznillëkut. Shumë pak janë ata që japim vllaznillëkut. E masë në valla u prishen. Normal të prishet vllaznillëku, se shkon, a jep ti merë. A jep ti merë. A jep ti merë. Smteket njerë dhe ti me dhonë. Se vllaznillëku është si sanduku. Ku une ti aj na krejt, shtim diçka në atë sanduk. Edhe gjërë që dikush për neve ka nevoj, sanduku është plot. Na nimon kejve. Ama nëse na në sanduku në vllaznillëkut, kur kush nuk shtin, a kejt qiri me marë, shumë shpejt boshatiset a i sanduk edhe mos ka kur gjohë ati. Kur ati du diçka, s'ka shka merë. Se asë që ka dhonë aj, asë që ku më dhonë unë. A e kuptoni vllazni, pse vllaznillëku jonë është formal, pse së është i vërtet, se na veç shina me marë për vllaznillëkut. Nuk di, edhe nuk e dim se vllaznillëku nuk mbjeton kur këtë qiri me marë, pa dhonë kur kush. E tash, mas kësaj gjendjet mjerushme, e kemi muhabetin e dytë edhe mas kesh. Kur dikush flijohet për vllaznillëk, e zakonisht jep e nuk përton, themi kërë, leve se e budalë. Lene se, edhe i tjerë dhe i nëjtë kanë bo budalë, ti veç ti që fridzojnë ata. E themi na, kush jep, është shumë më rëndësi me majtë men këtë rregull të jetës. Kush jep, ka me koni ngritu në dunja në ahiret. Pse? Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dora që jep është e lartë. Dora që jep është e lartë. E dora që merr është e ulët. Ti që merr, për ke me koni ulët. Për ke me koni në çmu. Për ke me koni poshtru. Kur s'ke me u bo njëri madh? Kur? O shumë më rëndësi me kuptu mirë këtë rregull. Ti që këshirë veç me marë, kur se bosh njëri madh? I madh bot njeriu sa ma shumë që jep, ma i madh bot. Edhe të Allahu, edhe të njerëzit. Që kjo është rregull. E tash, s'është e dhanë me veç me pare. Se unë s'kam me dhanë pare. Ama jap shërbim. Vin xhami, është pasoj xhami.
Jap. Edhe andaj në shoqërinë tonë, krejt që japin, kush çka ka, është i madh. Te na një kujdestar i xhamis, ke xhamia e dojnë, edhe respektojnë. Ai s'ka parë, s'ka autoritet, s'ka famë, ama xhamin i rigati, e dojnë njerëzit. Se jep për xhami. S'ka parë më dhon, ama jep kujdesin, kohën e vet, zanatin e vet, shërbimin e vet. E normalisht kujt i ka dhënë Allahu parë do të më dhon. E këtu nuk duhet me bë hile. Allahu të ka dhënë parë, e ti mundohesh me fizikisht me punu në xhami. S'ke nevojë ti me punu fizikisht. Lënë atë që s'ka parë me punu fizikisht. Ti të ka dhënë Allahu parë, e parë. E mos bën hile. Se te Allahu s'm bën hile. E na kemi fatkeqësisht njerëzve që Allahu ka dhënë parë, ai fizikisht do më ndihmu. Re e mos e turpno vetë. Ka kush punon fizikisht. Ti jep parë. Që Allah të ka dhënë ty parë. Edhe secili duhet me dhonë me atë që Allah ja ka dhënë. E nëse dikujt Allah i ka dhënë dituri, ai ka obligim me nda çat dituri që ka dhënë Allahu xhelal. Edhe mos me përtu në shpërndarjen e asaj pasurie, asaj begatie që ka dhënë Allahu xhelal. Edhe kështu secilit çka të jep Allahu më shumë, me atë duhet me dhonë, e kush jep atë që Allah ja ka dhonë, ai bëhet i madh. Është inshallah e majni men këtë rregull, edhe punoni sipas të rregullit, edhe ja lini amanet e vladit ty këtë rregull. Nëse do me koni madh te Allahu dhul xhelal, edhe do me koni madh këtë botë, mundohu me dhonë më shumë se sa me marr. Se nëse mësohesh veç me marr, shumë shpejt e boshatis sandukun, edhe ma vjen dita që kur kime pas ma shumë ti nevoj me marr, s'ki qka me marr. Si që ndohë shpesher me shumë vllazni me xhallarth. Veç i lipin, veç i pysin, veç kërkojnë ndihmën e tyre, asistencën e tyre, përkrahjen e tyre, këshillën e tyre, veç lipin. Ama kur njerëz i kujtohet me thonë, unë jam me ty çka duhet me të ndihmu, çka duhet me shërby. A kiti në libër me botua, a kiti në projekt me bohe, s'vet. Ama me të thirë po, ku ki halë, ku ki problem. Nëse ti veç lip, e s'jep kur gjon, një ditë ka mu sos, sa ndukua. Tamam ku kime pas nevoj, mas shumë ti, s'ka shka me marrë, ma. Bosh. Se s'po jep, ti veç po merë. E s'shkon jeta e vllaznë lukut veç të marrë. Na, unë që ditë na për një fenomenit, po du me këtë me përfundu se ko. Na bëjmë projekte humanitare. Edhe kur e shof dikan, i ka dhunë Allahu. Edhe i vjen mërë një kuti, tre kutia, pi asaj që i mbledhim na pe njerëzve, me i nda, po ty të ka dhunë Allahu, be. Si ka mundësi ti marrë dhe Allah me marrë pi pasuris njerëzve. Ka dhunë Allahu. Ti vetë duhesh me bo 5 paketa, 10 paketa të gjë muj. Si falendim dhe Allah për të mirë që ti ka thonë. Ti e shvizton xhamatin, hala me marr për xhamatit. Mos u me kuptu këtë. Mu për veti pjesë të organizimit jam kur të më shkon menja me marr një kuti dikujt më ashtu. Nëse mendoj se të më dikujt ja çoj vet. Jo ta marra që ka bëu xhamati bashkë. Do hala na mendojmë ta shfryzojmë bashkëllajkin. Jo të arrisim bashkëllajkin. Mu për veti po tham s'muj me kuptu këtë logjikë, këtë mentalitet. Ndoshta unë ndryshe jam bo tërbije, e njerëzit sot ndryshe po bën tërbije, ama nuk shkon jeta veç të marrë vllazni. Duhet me na ardhmarrë kanë për vetvetes. Si ka mundësi ti gjithë jetën veç merr, e ku njerë me thonë që ka dalve? T'jap diçka, edhe une e ta ngrisë vetveten, e të bëjmë i madhë të Allahu dhul xhelal. Andë ky hadith është porosi e jashtëzakonshme e secilit për neve që vllaznilloku për me konë o ju rob të Allahut vllazën, duhet secili me kontribuar këtë vllaznillik
që ai Mehmet i gjatë e Mehmet i dobishëm edhe në këtë botë, aqë është më e madhe Mehmet edhe ditën kur dalin para Allahut, sepse vëllazni lloku pozitën që të jep në ahiret është aq e madhe sa që rrallë punë të mira mund me të dhon atë pozitë që ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah i madhëshëm na udhëzoft edhe na dhash sinqeritet e vërtetësi në fen ton. Inshallah taala na bën me kësi lloj karakteristikash të mira e dobishme, e nuk na bën për atyre që nuk janë kuptuar mirë këto mesele e ulin edhe e nënshmojnë vetveten duke tentuar me marr për vllaznin llokut e jo me i dhon vllaznin llokut, sepse ai që jep është i madh te Allahu edhe te njerëzit, e ai që shih çdo herë me marr ka Mehmet i vogël edhe te Allahu edhe te njerëzit. Allahu na fart e na udhëzot. Walhamdulillahi rabbil alamin.